Ela, atëherë për të gjithë. Sorry, ju uroj mirë se ardhën për vitin 2025. Vazhdojmë sesionin e parë të Këshillit për vitin 2025. Të verifikojmë prezencën të për zhvillimin e mbledhjes përzaktosni. Atëherë, mirë, po vazhdojmë me rendin e ditës, mirëtojmë rendin e ditës dhe vazhdojmë me pikat e ditës. Atëherë, pika parë, miratimi për evidentimit për listën e përfituesve të fëmijës ekonomike nga fondi kurrizor i blokimit ekonomike 6% për vitin 2024. Pika 2, miratimi kriterieve për dhënien e ndihmës ekonomike të përdoruar deri në 6% të fondit. Pika 3, miratimi për evidentimit për planin e integritetit të bashkisë fushare për periudhën 2027. Pika 4, miratimi për evidentimit për listën emërore të përfituesve të subvencionit në qira. Miratimi pika 5, miratimi për evidentimit për shumën e bashkëfinancimit subvencionimit në qira. Pika 6, miratimi për evidentimit për nivelin e qira për strukturat të ndryshme apartamentit. Pika 7, miratimi për evidentimit për listat e emërore të përfituesve për përfitimin e banesave ekzistuese për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara. Janë 4 pika të fakt që janë ndërlidhur gjitha me njëra tjetrën. Janë organike. Pika 8 shqyrtimi i dënimit nga prefektura, pika 9 shqyrtimi kërkesa dhe aktësës cizrare i sesioneve të tjerë. Pika 10 ndryshme. Kush është dakord me rendin e ditës? Atëherë, për arsye më shumë më thënë logjistike të administratës bashkisë, ne po vazhdojmë me pikat 4, 5, 0, 7, që janë pika organike, pra ajo që diskutohet në periudhën pa fillu zyrtarisht modelin e Këshillit dhe në kryetari vazhdojmë me diskutimin informal që patëm përpara. Tash është formal dhe zyrtar. Atëherë, se që diskutum në përpara. A vazhdojmë me pikën 6, miratimin e projektimit për nivelin e qerave për strukturë të ndryshme apartamentesh. A keni gjithë dokumentin përpara? Atëherë, ideja është të më thënë që të miratët një nivel qeraje, po sepse kjo shoqërohet me një faturë financiare nga bashkia. 20%. Pra që është jo, ishte dama jo, 25%. 20%. Okej, shpresojmë që të... Okej. Pisa ndave që është pisa financimi për mirësimin e banesave. Okej. Jo, vetëm shkurtimisht, vetëm sa mund të jetë kostoja totale për bashkimin. Në përpajse të gjëndarë dhe komplet lista të Ja. 0, 2, 3, 0. Sa aktiv llogarit sa është kostoja për bashkimin? Ideja është na kena një parashikim se në fund finale të dërëna më nëshu diçka mëse ne gjatë bugjetit të vitit, pra të rishiljet bugjetit. Nëse ne me një politikë të kalume për banim, që në vjeqët të dërë të shka të ndërstare. Ne nësi shkja rodi. Sa me në Ose që mund të sënë kriterët. Por 25 janë për banesën e qerave, 20 janë për vështirë të banesën, në nëse kurse banesën. Në qoftë nga 25, që fa më bavën, jo, se
500 euro në muaj. Shumë ka për tjera bashkë. Ishte atje. Po pra, po, këtë se pagojnë nga bashkia. Qose kemi 20 familje që përfitojnë. Se e ka një të të kur, 20 herë 20, 14. Për i futa o një kështë... Ma pra, i futa i 25% që shpete, 600.000 lekë që nuk ka nej kosto madhe, për një po nuk e sa bashkisë. Pjesa bashkisë e pagun me Ministeria e... Jo, Ministeria e Ekonomisë dhe tjere. Aja Ministria me shumë... Nuk më të themi shumë fiksë sa denë, sepse ka lista më t'jekni që merë apartamenti bësni, po ti që se ka shumë malorë, po parë të bësni. Atëherë, kush është dakord me projektin e propozuar nga bashkia pas një përgjithësie punë të madhe të përgjithshme? Nuk dhe i këtë të punë. Pastaj, që se me atëm shumë dhe një qave, i vjetë me atëm listën e mërore. Ishte të vjetës. Atëherë. Listën e mërore për të parë, një mesat, o ditë me... Shiko se është punë afrën. Jo, me sa unë dhe kuptoj, realisht të dërzojnë vitës. Po. Do të thonë që dose do t'jetë dërzume me vendimet e këshillit për një vini seras, pa ka shumin projekt për sa familje. Sa familje? Dhe shumë ma beti, duhet, si ka thonej, duhet ajo baza e dosjes që ne në fakt sot themele formë sëtë. Do punë kemë... Kjo është viti bashkë është kjo... Po, viti bashkë është të bashkë fushatën. Bashkia fushatës. Bashkia Tiranë se ka me vite, bashkit e mdhaja ka me vite. Unë ka mëllë dhe dashi listën, edhe ma zemi shumë në dalë. Dhe është kjo me ma shumë nësi i të e konfliktë. Sepse në mund bëjë për një aplikime nesër, kur një mishë dhe shmashtë. Përse që vitin tjere kemi pak Në aplikime në të të shqeqë. ma tjashë në tjere. Ka shi e marrë të shkru, nuk dhe shkru e po, jam shkru së dhe në mjë dhe dashi. Parene shumë të rëzgjë. Pare dhe. Atëherë, si pas njësë që edhe në faktu u kanë u dhe u diskutu me përmirësime që të bëhen, edhe për i kohën, edhe për njësit e tjera administrative, por është në proces. Shiko të shi. Unë kam përshirë si që edhe Dy njërës rrugë tjetë ka, e lisha. shiko, mësuse, dy rrugë ka këtu të shi. Këto janë në nëzitim e sipër, sepse në fakt edhe Ministrit Përgjithse miratoi buxhetit, nuk e di a e dini apo jo, marsi buxheti i shtetit miratohet në 10 dorë mos ia ka dhënë konsulta publike etj, a miratu buxheti i madh, cilëta administrative, e kanë marrë ministrit dhe deri në mars ministrit të gjitha, po ta shihni, gjitha bashkitë tash aplikojnë severi për projekte të ndryshme. Ky është një ndër projektet e Barecave deri në mars mbyllet çdo lloj aplikimi. Dhe buxheti i shtetit rishitet edhe një herë në qershor me liz, nuk e di, e ka ligje, e ka ligje edhe për pushtetin vendore, edhe ne mund të ndërhyjmë gjatë vitit. Po si rregull në disiplinë financiare të një shteti, miratot buxhetin në 10 orë dhe ne rishitet edhe një herë në qershor. Se rishitet të ardhurat, mund të jetë një për një arsye të caktuar botërore, ndryshon vjedhja të ardhurave, ndryshon biznesi, tregtia etj, por edhe kushtet që krijon si ishte tërleti, rasti i tërletit në Shqipërinë 2019, na kupton? Kështu që ideja është kjo, ne do aplikojmë si bashki, shkurt muhabeti, ne si këshill, domethënë, duke e pasuru sepse prapë do kalojnë në këshill do kalojnë çdo emër, çdo do jetë përfituese, që ta seriorizojmë. Është në kompetencën e këshillit. Kuptohet, zyrat do bëjnë punë. Okej? Mund të qëlloj që aplikojnë shumë bashkimi të ministria për këtë projekt, nuk kanë fonda ato. Nuk na japin të gjitha, por na i thënë prapë të thonë, ose ishte disa përfitues, ose shtoni bashkimi, shtoni 20% para 30%, mund të thotë kjo. Atëherë, kush është dakord me projekt vendimin e paraqituar nga administrata e bashkisë?
dakord? Atëherë, se të bëjmë një lidhje logjike. Pika 5, në fakt, Mikelash ne miratum, edhe miratum nivelin, kjo pika 5 në thënë drejtë, miratimi për vendimit për shumën e bashkëfinancimit, subvencionimit me shira, shuma është pjesë integrale, sepse faktikisht shumë a kemi parashitju një shumë. Jo, në vendimi kemi dy aborë të vendimi. Thjesht një aborë si a gjithë të ndryshme. Po prapo, Dhe asë, në që si vendit aborë, ideja është këtu të më thënë, ne miratum nivelin, në momentin që me atë listën emrore, sepse në momentin që të miratot lista emrore nga Ministria, e që me atë sepse unë këpika 5, Është ka ndryrë koherente. po prapa, kjo të mënë pra, pas një lloj shume financiare, pas 20 lek vjetra, nuk ndryshoj dot po su kalume dhe ushqime. Mirë, për momentin, nëse ne miratojmë një shumë të saktume, ky s'ka marrë miratimin nga Ministria për për numrin e miratume. Kështu që kjo pika 5, që ne të kalojmë, ne mund të bëjmë një shumë, po që ne të i bëjmë një problem se të rekordohet me tame. Me finansën. Dakor? Jo. Pos nuk e miratot, nuk ka, shiko, nuk ka në buzet, nuk luhet e në parësi kësaj. Do thuhet shumë, afi. momentin që unë kam listën përfundimtare e emrave, Shumë a dhe. është shumë, sepse secili emër ka dhe shumë të caktuar të tij. Po, të me listën e emrave shumë. Për të aplikuar ministrin që është shtakuar, unë do të jem në timin e Këshillit Bashkiak. Unë përpik për këthimin nga prefektura, se kam në garanti. Okej, na po e miratojmë parim. Në zonë deli. Pika 5, miratohet në parim. Të gjithë nga në Pika 5, do votoj për pikën 5, duke miratuar miratim. Ne parim, por jo do pasi të zilët shumë fikse. E kalojmë si pikë, ashtu që t'jena korrekt pak edhe me zanë. Atëherë, për pikën 5, në lidhje logjike dhe organike të pikës 4 dhe të pikës 6, dhe pika 7, në fakt, ka i farfarabilizmi. Unë kam kërkuar një vendos në dalë aty që të Edhe shtatën nga kështu... Nga ti me këtë për vjetin e strukturës. Shtatë është vete. atëre kemi bërë dhe bashkimi. Në shkupti me vjetja, Ka me strukturë. Nëse për disa e kanë. Disa nuk e kanë. Në fakt të kanë atë shtatë të ju, që zonë, keq. Jo kush nuk mund të. Keq kreç është urdhri që kanë dhënë kryetari për mbritin e atij komisioni. Po, për në shikë Ju mos e shkopuni në këtë. Normalisht po punë ne sa shumë e kryetari nga Jo, është urdhër, në fakt në momentin e fundit të votë. Po do si ka. Asë nuk mund të qërë, asë nuk... Jam krejt dakord. Po thjesht nuk është puna ime, pasi ta kërret ush. Gjafër. Jeni të drejtë. Urdhri, këto gjëra i ka bërë ai komisioni i ri. Unë ma sjellë unë atë dokumenta, shiu kur komisioni është ngritë sot. Buko, që ne mirë atë në titull? Asë Po si jam? Tash më janë të bëjmë këto, e kanë E këto. ka bërë atë. Nëse marrë urdhë i kryetarit bashkisë, atë është Se nuk më duhet bërë në kështu. Atëherë vetëm pika 5 se lidhet me pikën 4 dhe 6, okej? Kush është dakord parimisht? Ka dhe në zemë. Një që po e shumë e rrëvë, e thash, atina bëjë, do të është
Unë e kam shpërfat. Okej, da. Ti përcjell. Ashtu. Pra, Nga shtatë, jo nga nuk ka lidhje. Atëherë, për shumën e bashkëfinancimit subvencionimit peshqeror. Unë i kam përmend nominalisht me pikë dhe me përmbajtje. Kështu që ne do votojmë të pjesë, vetëm të, pra që e theksuam, që kjo është thjesht shumatorja numri miratum herë shiraja që miratum. Në del shuma. Do ta miratojmë parimisht pasi fiksohet këtë miratojt numri familjeve. Dakord? Kush është dakord ta miratojmë parimisht miratimin e projektit për shumën e bashkëfinancimit subvencionimit peshqeror. Mirator, sepse mirator dy pikat edhe është logjike. Të shqip në lidhje me shëra dhe me përmirësimin e palinesave. Nësë kena pikë. Ne nuk kena shikoj, ne nuk kena vetë jo. Ty do të mojmë, sepse të diskutojmë edhe një pikë tjetër, që është shumë e rëndësishme, edhe me që ti je i besueshmi i kryetarit, besueshmi, ti sepse kena të këtu të lani projekt vendimin për planin e integritetit bashkisë fushorës për periudhën 2025-2027, që besoj Ervinin që i kena prezentuar bashkitë e forta, besoj që i kanë shanë në gjitha bashkitë ku e aplikoj projektin dhe në fakt është thelbësore. Është thelbësore sepse është e lidhur drejt për drejt me punën e bashkisë edhe me nivelin e shërbimeve. Kujtoj se është një dokument e shikoj. Në fakt, bashkë të integriteti është thjesht marrë një njëri, UNDP se janë bonë. Ha? UNDP e ka po janë. Ka po UNDP, okej. Por ama, po ta shohësh në Shqipëri, pak a shumë, unë kam pa të institucionet e Kosovës, të gjitha e kanë pa. Ashtu edhe të Shqipërisë gjitha ministri, përgjithsisht e kanë pa, nuk e di për bashkitë të mëdha. Kështu që nuk të na dukesh. Kesh i vazhdojmë me pikën 1, miratimi për evidentin për listën e profesionistëve ekonomik nga fondi kryesor blok 1 ekonomik 6% Ministri Franca dhe Zyra. Për muajin dhjetor, mbi fondin e kushtuar të blokimit ekonomike deri 6% nuk ka ndryshime. Gjithsej janë 33 familje përfituese, ku nishen se 2450 lekë janë ndarë sipas njësive. Familjet që janë larguar nga sistemi për pikë pamjaftueshme janë Dalë Ndryshe Mjëmerca, Gzim Hazir Arifaj, Gjelosh Kolkola, John Mark Malaj, Ilzef Miceli, Mentor Mus Prela, Prent Ndue Kuraj, Recep Beqir Hasanaj dhe Shpresa Bib Hysaj. Sistemi nuk jep përgjigje për arsye për më shumë, vetëm pikë pamjaftueshme. Po, për këtë që kanë apliku, këto kanë apliku. Po, kanë apliku të ndihma ekonomike dhe nuk janë pranuar. Ka qenë. Po, këtë të 6% shikë. Qose. Si, Që të shenë konsumë dhe. I ka gjashë i shati. Jo, sistemi e tregon në rast kur janë punësuar. Një sekund. Atëherë, pikërisht të 6% që ne kena atë që si pranojnë sistemi. Ne nuk mund të merrna me një që nuk ka apliku. Jo, më thanë edhe e herë tjera. Pra dhe nuk ka logjikë tjetër. Kështu që ne me këtë që ka nxjerrë sistemi të merrna. Dhe nuk i japim llogari kuj sepse ne ka dhënë hen kompetencë. Aty nuk i japim llogari, as nuk i pyesim kur kanë, sepse këtë e shikojmë ne. A kupton dhe kompetencë e ju, as na kanë dhënë përformim. Ti ku ka qenë komplet, që ta dini ju, Zyra, pra 100% e listës kumiratët e nga Këshilli, tash janë po me sistem dhe e kanë lanë 6%, pikërisht kanë lanë 6% për ta shikuar ne Këshilli. Dhe është kompetencë komplet e Francit. Tek Francë na thuiti. Atëherë ne kemi shikuar për Ne mërtu, në kuptet për pasën e Francë. Kemi shikuar për ekime që kanë dorë, nuk kam përku me ditë pa më shumë se kanë dorë. Për i pikve, se ka fillu punë, për shumë që shëtë një rrushë kanë dorë. Por nuk pa, Zyra ka thonë nuk nga ka dhe një këtu, se kanë dorë. Unë kam shikuar për ekime e emave, por fakt disa një që janë ka herë në shpinë e kush, disa këra, nuk me pos nga për ekime që kanë pra me marrë di kanë konsiderat me shkunë të gjërë të shishë. Unë për gjithës në kam qenë këtu.
Këshilltarët tjerë kanë vetë të kurë për i kanë që se është dikush që është me problem që ka dërë për sistemin. Unë nuk di kanë qenjër, po di se ka shumë vite që të banë. Pra që mund nga më muar një 6% me rësë. Kena vu kriterë, kush nuk balën të durë të 6% me kriterë. Kështu që, në këshilltarët njofin i kanë prej këtyre të nëndëve, në të kërë që këty person jetën kushte vështira ose... Cili ku janë të nëndë që ka të problem? Shikoj sa të ndoshta një shumicë të madhe dini janë telefon normale sociale. Sistemi E cila njësia kjo që të nëndë? Kemi I ballen, është thjerza, fusharëse dhe qa ka më. Një sekundë. Kjo më të thonë të Kjo është një ditë dhe prej zilës kujma. Nga cila njësi administrative vinë, për shambull. Është mirë për me ditë. Është mirë për me ditë, për shambull, njësi administrative fjerës, ka ndoar 2. Këta në përsan të në përsan. Njësi administrative Po pra se do të nga dahen për ministri administrative. është mirë me i gjasë, që ne mos të lysë vëndi kështëtarë që prej zonë, se të lysë të kanë. Është nësë në një të njërë. Që që, disa, ju si kështëtarë të mundi Gjerin të që Rezet Müftëraj, Mehmet Dervishaj, Prek Alia, Polneu. Këto trajtohen me 6%. Pse nuk janë të kjo nëndëshja? Nuk I kanë bjerë sistemi. Kur kanë të? Sistemi I kanë bjerë. Kjo është, krytar është pa plot lista, se faktikisht njëherë ka dalë si shenjë për fotokopiu se që këto kam përshtypje se janë atësia personave, se ka dalë lista e atë të kush. Është e ka vik I pari, I dytë e ka sa dre, shashe edhe dukate. Se s'ka dalë e. Ati që janë. Po, atë që janë, faktikisht janë familje që janë në nevojë. Ata që janë, ne nuk janë të kurës, ata që janë. Njëra I përmene të këto. Ne absolutisht nisha po përsejnë syrat edhe përsejnë ju më, si një këshilltarë nga zona, sepse nuk mund të flasën për plerimin para të ta hapëre. Unë se marra të mëzim. Ne klasin Se një të njërës dhe. Jo, s'ka. Jo, deri nuk s'ka. kemi disë për atë mision të 6%, që janë ata që ishë. Por asë janë ndryshim. Pra këtë që kanë dalë, nuk janë mund të kanë në mëzë të tjerë. Ashtu është që nuk I vinë. Tani, Ori ka të Ori të sistemi funksionant. por jasë kush nuk të të kështarë. Po jetë. Ama një që zhjurë në po. Po, dhe se për ti nuk pjurë pas një. Unë nuk kam pjurë pas një. Ti ka në që për I fejtë. Kush të ndërë? Profesor, si kena pas kanë që Rasti më I parë, unë kam vendosur në komisión në botë aty. Ja, Ne kena rrë dakord që kena dasha mirë, cilat mira, nuk jetën fushërës, tani punën parimin e tjona. tani jena gëtor. Po prej këtyre të madhe që kanë dalë, ne marrim me heqje prej këtu, ne vendosim ma seniorë. Ora, një që është këtu dhe një që është këtu. Po seniorë kanë thënë. I ju këmënit edhe bardho, po që i të jenë fushërës. Si Që ka nuk dalë. jetojnë fushërës. Jo, të është I prej madhe. Të është prej madhe në stërë. Lista të shumë të shusë në të nërëshë të përshë të Nesër, jo, unë e të bezërëzura në jam zakon. Si të kjesë? Një të së po... Shqipë, s'ka kori, u shqipë madhe. Unë në sugjeroj në njërë. Nëse këtë të bëndë janë marë, hasi këtë kjesë i këtë në njërë. Unë më ka zërë hatimë së në Po, jam dakord. Kur vitë rrasë, ma I parë jasë. Okej, jam dakord, po më të, jam disa, mund t'jetë të jetë zërë. Por, shikoj, në këtë plan që kanë dalë, nëse unë kisha gjetë dikan, kisha thonë me kalu këtë. Po, s'kam gjetë dikan. Pa prapë, se Po, se ne pra të I kena thonë. si na këtu me mana përboj, du të Morën e shumë di, pa. Ne, se kaq se në Raki, Rasti, me manë, Rasti po është tërvisht sa morin këtu, ma mirë t'ja morin njëri që e dëshirën
e dënë, e kërkën, Për këtë dhe e di çfarë bën me ta. unë jam të thonë për shqiptarëve sot, për herë tjetër, po kush ju njihni për hyjnë atë hapë? Po s'ka përkush. Nga një të tillë të shkësh në Limona, as tillë. Se ne do të kalojmë se çfarë përshit që kena vënë, jo. Ju në të zënë për çfarë të thonë rrugë. I bolla. Po ato kanë një shpi. Shike listë nuk ka asnjë Ja pyetje. diskutojmë herë Jo, tjetër. Po, po, ka listë fjalë në brenda, po s'ka kush ashtu. Unë të di pas jam sushën që të zonë së njerë. Së të di. Shkreja të i po njështë të po se njështë jam zonë të fanë. Veç të të fanë, në së njështë jam zonë. Franz, shikja është një diskutim që vazhdon. Prapë, domethënë jam qëndranor që kjo është shuri për mesë. Jo, nuk isha ka velika s'ka me umo. Ma ke një tjerë, Po, Absolutisht. po që si që e pika tjetër. E përgjysmojmë dhe e përgjysmojmë komplet. Absolutisht po. Sepse ne vem kriterë për të. Nëse nuk e plotësojmë kriterë që ne vetë vem, nuk do ta marrim. Jena dakord për atë. A kupton se ne do vem parime. Se këtu merret në bazë kriterit, pra është Qilli Bashkisë në Republikën. Tjetër. Më kupton? Kaç, është krejt të thjeshtë. Herë tjetër, ai mund të vijë herë në to. Kështu që absolutisht. Se një miliard të shpija kjo. Okej, nuk kam pas krije, po që kena të shërbus, kena pas Jo, po themi, gjatë zonave nuk i një farë, a kuptë? Sa shumë, dore të qenë sistem të herë. A reflekton për dy. Po sa gjëna një që s'ka me mësu dikush në qytet, edhe që të Ka pas përsojnë, ha? Shumë një gjëri. I kam thamë, anë në një ekonomike, ka thonë ty, janë në të mua, i kam një thonë, ka orë, ka të bukur, ka përfitu, për të se ka e tine, që ka një ekonomike, edhe zonë, edhe pra, zonë, që zonë e një po, zyra, se të sheka me zyrën. Zyra do t'jetë ma shumë ma konkrete, parte me pjesën e sensibilitimit. Dikur ne i publikosh në listat komplet për fituesve të njëjtës ekonomike, që t'jete kur vjen bashkia të rresh vëmendje sa ke listë. Kur, domethënë, gjithmonë lista është publikuar. Po, ore lista, fakti këtu, ai ti të interesu. Pra, të gjeni një mënyrë më publiku. Sepse, po ka një problem, Mikele, ti si puna, ka një problem. Nëse ne të na mungojnë të zona një nga një kodis, në administrata bashkisë, ne nuk do bëjmë zë tjetër, në fakt dhe thamë një skrytërit, ne do bëjmë zona të shkurtojmë administratën. Këtë drejt e ka kompetencë Këshilli Bashkiak. S'kena punë me emra, që ose bëhet që... Ma gjithë në përhisi. Ashtë një logari e thjesht, që e kam po?
Janë 720.000 euro që ja kena po ne për me rrit nivelin e shërbimeve. I kena mjaftu ne administrat për me rrit nivelin e shërbimeve. Jo me na mungu. Po këtë du ta justifikojnë punën. Për në rëshimi ditë bukur 2 zërë në nafes, edhe dhe pojmë tjetër mrapa. Shkurtim nivellit. Kas, kretë të thjesht. Se kështu i bje se kërë janë ndodhi, në kështu? Jo, në të puna të të me shku prapë, të të me marro punën këtu, me prapë kam hik, me prapë të të me shku prapë të puna. Se kërë vje tjetër të orë kërkën shërbim. Gjithë kanë drejtë me marrë shërbim, gjithë të ofrojnë shërbim. Po s'ka, sepse një për teja saj të më thonë sensibilitetet. Jena kështu kemi ishte të shamirë, shumë bukur, dhe të arrujnë, por ka sa regula sa njërma. Puna të pare. Me kena për përgjeshmëri, kena për në zeti. Kena full punë stesh. Kena nga shumë sa tjerë, njërë që ne kur të këthena, me vazhdu punën, a mua dhe kjo e unë e shoh si përgjeshmëri. Se jam nuk fare, nuk më interesën se ekziston bëhet bashkia përsa i përket financë. Më interesën pak për anën morale. Që t'jena këtu të bëjmë t'i po jo, jena këtu me derë t'ja kështu në ta. Pa prezentimi për të integritetit, për flasë për të gjana që kam të nërë që 2025 i me në nërshim. Që që në bashkia të raport për prezentimin e fundës, pa të nëshim bashket, dhe të shojnë si pajtësi. Po, vinë të tira. Okej, të kalem të një atimi si pas zyrës edhe komisionit, për shërë të avër, që të një atimi, një atëve. Shqipët, kalem të tiga tjeda, e kena. Atëherë, kalem direkt të një atimi i shqeterë për dhe një ekonomike, duke përdurë dhe një 6%. Frans, atëherë. Kriterët e vendosur që të punë janë që kanë qenë dhe janë shumë sakta, shumë mirë. Nëse atë mundet me i bo, në një herë në kriterit, por i kam përru. Për shembull, për readmitimin nga një muaj, edhe për shqiptimet, edhe kanë marrë pozitiv për drejtorin. Por kriterët janë të punë, personat që janë në rrëfishëm ose personat që kanë probleme shëndetësore. Ose të kritisë. Kemi një kriter që ato nuk janë atëherë, prej propozimi, është mbështetja e ligjit 57/2018, normalisht praktike se të në Republikën e Shqipërisë, në shurë të u artikla 2 e vendimit numër 985 nga shtati i 2016, Këshilli Fuqishëm për përcaktimin e kriterëve, procedurave dhe rekomandacioneve të mas përsimit të një ekonomik të ndryshuar Udhëzimin numër 5 dhe administrative mbi miratimet e fondit kryqëzor për bllokimin ekonomik deri në 6%. Propozojmë kriterësh për përfitimin e masës së ndihmës ekonomike deri në 6%. Të përfshijnë nga këto kritere të gjitha familjet të cilat nuk rezultojnë përfitues në skemen e ndihmës ekonomike për pikë të mjaftueshme. Pra, kjo është ajo që thamë në parim, që është pastaj te argumentimi është ajo pika thotë sipas vendimit të Këshillit të Bashkisë. Pra kur vetë argumentimi që ose e keni bërë që sipas VPP-s numër 2 Këshillit të Bashkisë, pra se e kena fut në si kriter dhe na është dhënë në kompetencë. Familje me krye familjar femër në vështirësi ekonomike dhe sociale, familje me shumë fëmijë, familje me fëmijëtim, familje me kushte të vështira ekonomike që në përbërjen e tyre kanë 2 ose më shumë fëmijë që vazhdojnë studimin e tyre të familjes, familje me kushte të vështira ekonomike që në përbërjen e tyre kanë anëtar të paaftë, familje me kërë familjar të veja apo të divorcuara, familje me 2 ose më shumë anëtar me përkërësi për të pranuar në tregu në punës, familje të cilat nuk kanë asnjë punësuar,
7 kriterë që familjeve një herë në 3 muaj të bënë riaplikim në skemin e ndihmës ekonomike. Këtë shkësherë nuk e bëjt. Atëherë, kjo pikë do të shkojë për zyrën, që zyra do të jetë detyruar të bëhet njoftimi për gjithë të familjar çdo 3 muaj. Jo një herë një që një thonë, një herë në 3 muaj është në rregull të si. Që do bëhet një herë në rregull. Pra, sepse ju do të komunikoni me këtë, sepse nëse personi e refuzon, është puna vetë, kupton? Sepse në rezultat, sepse Losha ka fillu, unë përsuri ashtu të që këtu, edhe në mund të Tiranë. Nga ka dorë kështu. Po. Kur ai komplikoi, deri i konsuar, por kjo është gjë është përshirë që është një vetëm. Kështu që për këtë duhet një kontroll. Atëherë, një herë në 3 muaj familjet e bëjnë pjesë aplikimin e skemës. Mund t'i marrë pjesë. Dokumentacioni i aplikuesit duhet jetë në përputhje me kërkesën numër 597/2009 për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit të masës bujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë në ndihmën e kryqëzuar ekonomike. Masa e ndihmës ekonomike të llogarisë pas kërkesës numër 597/4/2009 për përcaktimin e procedurave dokumentacionit të masës bujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë në fondin e kryqëzuar për ndihmën ekonomike. Dhe na ka parasit si drejta. Edhe ka përdo dhe relacioni për ta se e keni ndosë edhe sigurisht e ju jeni informuar e këtë të bukurin. Te që kush është dakord dhe kush ka kështu qishka. Fizikisht, ose me E keni folë në zotë marë, ose keni shkryt? Atëherë, kush është dakord me këtë pikë se propozohet? Atëherë, projekt propozimit të parashitur nga zyra e çështjeve sociale, pra nga Drejtoria e Migracionit dhe Çështjeve Sociale, i shtohet edhe pika që kush nuk është banor fizikisht në bashkinë komisioni. Me verifikim. Kjo është me verifikim. Po. Kja me verifikim. Me verifikim. Jo, të që është përshin që i kiri tu? Je, që është përshin që i kiri. Filasim që është përshin që i kiri tu? Vetëm një. Ka të nuk se kush në është. Po, një. Atëherë... Kemi disore se në duke le, atëherë, me propozimin e mësusës që pikave të mësipër me t'ju shtohet edhe kush nuk është banor faktik fizik në bashki nuk e përfiton 6%. Se ne prapjena ne që e marim vendimin, rast pas rast. Ashtë vetëm di familje që janë në Po pra, po ne përmendojnë në rregullat e lojës në vazhdimsi e miratojnë ne. Njëre para e përfitën me lisej. Saj që i përfitën sepse aplikën e përfitën me lisë. Lisi ka parashiku që 6% me shtu, i krisht ato që... Projekto të 6% se po të vima shto për
sistem, di shumë njerëz se kush jetën. Po, sa problemi, ka thënë ka jep nimin ekonomike, por e mirë atë sistemi, jam kuptoj. Pa nësë nuk janë t'i hynë hakuje. Jo, si në t'i hynë hakuje. Nuk e t'i hynë hakuje, sepse e përfitën dhe liza, jam kuptoj. Lemrat kena mi diskutuar rast mas rasti prapne. Dakor? Atëherë unë jam se shtëtë edhe kjo. Atëherë kush është dakor? Ne kemi thonë Si ne ka platë? Pra, atë që ne e kena thënë me gojë, e thënë vendim. Okej. Kush është dakor? Mirë atëherë. Atëherë, kaloj të di ka tërë miratimi për evenimit programin e integritetit bashkimit fuqarës për periudhën 2025. Atëherë, shiko, kur do flaset për të propozuesit të planit, Adi, Prokurandis, atëherë, plani integritetit financohet nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga qeveria e Suedis, e Zvicrës, që do zbatohet nga UNDP-ja në Shqipëri dhe pushteti qendror pra Ministria e Brendshme dhe pushteti qendror. Njësitë në qeverisë vendore gjatë ushtrimit të drejtorisë së tyre përballet me riske korrupsioni që mund të ketë pasojë negative në përmbushjen e objektiveve të synuara. Risku i integritetit është një problem ekzistues për gjitha nivelet e qeverisjes. Nga ana tjetër, bashkitë e vogla përballen me sfida të shtuara për sigurimin e kapaciteteve njerëzore, financiare dhe teknike për përmbushjen e funksioneve të tyre me një standard më të lartë për qytetarët. Si rrëdhoi Bashkia e Fushatës ka ndërmarrë nismën për miratimin e planit të integritetit të periudhës 2025-2027, me qëllim evidentimin dhe vlerësimin e rrjedhësave të integritetit, si dhe hartimin e një plani masash për minimizimin e tyre në një plan afatmesëm. Procesi i hartimit të planit të integritetit në Bashkinë e Fushatës kalon nëpërmjet vlerësimit të fushave të veprimtarisë administrative dhe fushave të funksioneve kryesore që Bashkia gëzon sipas ligjit. Në konkretisht gjatë procesit u vlerësua fusha menaxhimit financiar, fusha menaxhimit të burimeve njerëzore, fusha kontrollit, auditimit dhe mekanizmave të funksionit, fusha shërbimeve publike, fusha administrimit të pronave, fusha planifikimit dhe zhvillimit të territorit, si dhe fusha arkivimit të dokumentave dhe të informacionit. Vlerësimi zhvillua nga një grup pune i ngritur nga kryetarë i bashkisë, ku bënin pjesë profesorët e administratës së bashkisë në drejtimin e ekspertëve e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim gjatë periudhës mars-fshar 2024. Hartimi i planit të integritetit në Bashkinë e Fushatës kaloi në fazat e mëparshme. Përgatitja, komunikimi dhe mobilizimi i burimeve njerëzore, identifikimi dhe analizimi i rrezikeve të integritetit, vlerësimi i rrezikeve të integritetit si dhe plani i masave për menaxhimin e integritetit. Qasja metodologjike, hartimi i planit të integritetit, realizon në rrëfuse dhe metodologji për vlerësimin e rrezikut në njësitë administrative vendore dhe përdor një qasje metodologjike cilësore dhe sasiore. Objektivat e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cënëshmërisë së integritetit. Përsimi i kuadrit të brendshëm rregullator të transparenca, menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore në bashki, për identifikimin dhe parandalimin e rrezikeve të integritetit, menaxhimi i rrezikut të integritetit në fushat e veçanta të përgjegjësisë së bashkisë. Plani i veprimit përfshin tërësinë e masave për të adresuar rrezikët dhe faktorët e rrezikeve të integritetit të identifikuara sipas fushave të përgjegjësisë së bashkisë Fushatës. Ai është një mjet pësues i politikave dhe përmirësjes rregullatore për përmirësimin dhe forcimin e integritetit. Sigurisht plani i veprimit dhe monitorohet dhe raportohet periodikisht për të pasqyrojnë aktivitetet e punëtorëve në kuadër të realizimit të masave të miratuara në këtë plan, si dhe raportimi i bashkisë tek AMVV, që është Agjencia për Mbështetjen e Fuqirisë Vendore, ku do raportohet mbi procesin e zbatimit të
në të në me diqkur të plani veprimit, aktet që kanë dalë nga bashkia, Po pra, është grupi punë. aktet konkrete, sot kena me miratu aktet konkrete ne, pra urdhrat, planin e veprimit, po me akte konkrete, do më thënë të propozume nga ju. Ky qëtë atë përben atë që qëtë plani i veprimit. E të ta them unë sepse, Aldi, e para nuk na the për kufizimin ç'është integriteti. Dhe më thënë, e di pse e them unë këtë, se unë në fakt me ta thonë të drejtën, për me parashit këtë projekt unë prisha krejt zyre. Sepse çdo zyrë ka planin e vetë, edhe e planin e integritetit. Kryesorja e drejtoria burimi njerëzore. Tash i bigeti jo pa qëllim të tha që ja hynë një punë si licet i fut detit në kamë. Sepse Për të jetë edhe... Jo, shiko, e di si është problemi. Këtu sinqerisht do të ishte krejt, unë do prisha krejt bashkin, pra zyra, drejtorit, për në mena parasit. Sepse aty nuk është vetëm risku për korupcionin, është një element. Është tërësia aftësive profesionale. Mënyra se si vlerësohet aftësia profesionale që të marrën punë. Pra, teoria punën njerëzore. Çfarë plani ka bërë dhe si e ka realizu, marrën punë apo rekordimin në mënyrë. Dhe pastaj është përcaktu performanca sipas vendit punës. Fatkeqësisht nuk jam përsëri në përgjegjës se mund të... I krysh pra, unë pra të po të them, sepse tu fillon gjënja. Pritje strukturimi fillon gjënja. Tash e dikur. Por, ama, misëllat e alti, ana të pru ne e ata e dhe akte, ana të sil akte ne që i ka zirë urna të akte i zirë përderi bashkise. Pas ja kanë shumë zyra. A kena në i shumë konkrete? Ja. Në kuptër. Pastaj edhe unë kanë kërkuar zyra të kacë, prezentet. Them është i papërshtatshëm ajo, prezantimi për çështën e cilën. Unë po kërkuar zyra të kacë për prezantim. Nuk e vim një të diqë ju fini konfirmja, po që ne i kena të lidhë, në a kuptër. Jo, që që në ashtë është. E kam qënë përshtim. Po, për një alë për në alë, sa pra e sepse si institucioni, si njëri, janë një lloj një tazon, term, vetëm se njëri, ju thoi për zotën është njëri i dezintegruar, njëri rumpall, njëri kot, njëri adaptar, pa integritet. E, 3 minuta pushim, derisa të ashtu, pak 3 minuta pushim.